Hello, përshëndetje, mirë se vini. Pas një kohe sërish të gjatë, besoj tashmë jeni mësuar me këto mungesat e mia. Ju lash kur isha në Oman. Dhe tani rishikohemi pas gati 3 muajve. Të vendosa kështu. Vash, po i rikthehem gjërave të mia. Tani dhe Raili është më i rritur dhe unë ndihem goxha më mirë, me thënë të drejtën. Ndihem goxha e lehtësuar. Kështu që kam qenë duke u marrë me disa projekte që i pata lënë për gjysëm. Edhe që mezi po pres që t'ju tregoj. Ka ndodhur shumë gjëra gjatë kësaj periudhe, më erdhi motra, ktheu vizitën, bëm edhe një udhëtim vajzash në Itali, e kemi bërë edhe vjet, në fakt, dhe e kemi bërë si tradit këtë, që një herë në vit, të paktën, të bëjmë një udhëtim vetëm vajza, dhe mendoj se është një gjë shumë e nevojshme, sidomos për ato që janë mama, sepse është një shkëputje nga ajo rutina, nga ajo përditshmëria, dhe sikur të jep më shumë energji, vjen më relaksuar, më pozitive, më gati për të vazhduar dhe për të ndërmarrë ato përgjegjësitë e ditës. Tashmë e dim që më mos jash goxha e lodhshme, dhe faktikisht, ose ndoshta është edhe personale, disa e marrin më qetë, disa e marrin më ndryshe. Unë kam qenë nga ato që e kam marrë pak si të vështirë, pak sfiduese, le të themi, jo të vështirë, por sfiduese. Dhe duke qenë se kam dashur t'i dedikohem vajzës, normalisht e kam dirë akoma më tepër atë lodhjen. Dhe kam gjetur një farë shpëtimi, do me thënë, tek këto udhëtimet e vogla, largesa nga rutina dhe nga çdo gjë, që jam rikthyer me super energji. Dhe sigurisht që mendoj të vazhdoj, do me thënë, më tepër me ato projektet e mia, që jam shumë emocionuar. Kam 2 projekte. Do t'i zbulonja avash. Për momentin nuk do flas. Gjithashtu kam qenë duke u marrë edhe me shtëpinë, kemi bërë ca modifikime të vogla, kemi bërë ca punime të vogla. Besoj se e mbani mend që unë kam pasur kuzhinën poshtë dhe kemi transferuar këtu kuzhinën e re, në qoftë se nuk e keni parë videon e kuzhinës time, e keni këtu. Dhe kishim mbetur me atë hapësirën poshtë, bosh, rrëmuj, dhe menduam që normalisht edhe ajo do bëhej diçka dhe do ta bënim një diçka goxha funksionale. Kështu që sot besoj se do marri formë, sot do na vinë mobiljet që kishim porositur dhe do t'ju tregoj se çfarë ka ndodhur. Në kuzhina kemi një update të vogël. Kam vendosur këtë këndin e kafes që është shumë i bukur. Mora këtë ekspresin e Nespressos kur ishim në Itali së bashku me kapsulat e veta. Unë në fakt u bë gati një vit që e kam lënë kafen, pi vetëm dekafeinato, pasi kam pasur probleme me aritmin dhe me ankthin, kështu që kafja mi përforconte ato, dhe pasi lash kafen, jam ndjerë më mirë, kështu që pija vetëm dekafeinato, por kur isha tek motra, provova nga këto kafet e Nespressos, edhe thash, ok, hajt po e provoj, edhe më pëlqeu goxha dhe nuk ma dha atë aritmin, pasi janë këto kafet që janë si të përzjera, jo me vanilje, jo me lajthie, me këto gjëra, dhe janë shumë të buta, kështu që vendosa do me thënë që të merja edhe unë një Nespresso dhe mora dhe këto kapsulat. Zakonisht mua më pëlqen ajo me vanilje, por edhe ajo me lajthi është e mirë, ka dhe me karamel. Nuk janë aq të forta, domethënë. Kështu që nuk është se është kafe tamam. Gjithashtu unë e përzjedhe me qumësh, sigurisht, dhe zbutet goxha.
kështu që një në ditë pi edhe jam super okay, më jep pak atë energjin që më duhet, por nuk më shkakton aritmi, ankth dhe gjërat e tjera më pas, domethënë, kështu që jam shumë e kënaqur. Tani t'ju tregoj pak edhe se çfarë bëhet tek pjesa poshtë. Dua t'ju tregoj tani edhe pse kam super rëmuj, sepse dua t'ju tregoj edhe ndryshimin më pas, kështu që do jetë një before and after. Prandaj mos e gjykoni rëmujën e këto, sepse normalisht ajo do të ndryshoj. Ja, pra te kemi tek kjo pjesa këtu, ku shëmban mend kuzhinën time këtu, kemi bërë edhe video. Vendosëm këtë letrën e murit këtu, sepse doja të duket diçka më e lezetshme. Kjo këtu pastaj është pjesa e lavanderis, ku kemi lavatricen, tharsen, këtë sirtarin ku kam futur peshqirat. Jastiku aty është për macet që të flenë, sepse duan vende kështu të larta. Dhe këtu do të vendosim një dollap. Këto janë të gjitha kuti këpucësh, ka këpuc, që nuk dinim ku t'i vendosnim, sepse nuk kishim vend. Pra praktikisht, ky dollapi këtu do t'jetë vetëm për xhupa, xhaketa dhe këpuc. Pra janë të gjitha këto gjërat që nuk dim ku t'i fusim, që na marrin shumë vend në dollap, kështu që mendova që duhet një dollap apo stafat për to. Sinqerisht, nuk na mjaftojnë dollapet e gjërat, edhe pse unë vazhdimisht mundohem të heq shumë gjëra, sepse dua të kem pak e sakt, nuk kam më dëshirë, domethënë që të kem shumë gjëra, të blej shumë gjëra, madje edhe me blerjet, kohët e fundit jam super kufizuar dhe jam habitur se sa shumë lek kam kursyer duke mos bler gjëra. Domethënë, është e habitshme. Jo se jam kundra fare, se normalisht ndonjëherë edhe duhet të blesh diçka të re, por që sinqerisht mbi konsumerizmi po na merr frymën, se jo vetëm që shpenzojmë lek, por edhe nuk kemi ku t'i vendosim. Kështu që këtë po mundohem të mbaj gjërat sa më të organizuara dhe aq sa vërtet mund më duhen, aq sa vërtet mund të vesh. Gjithashtu te kjo pjesa këtu kam menduar të bëj edhe një tavolinë pune, se ju tashmë e dini që studio në shtëpi nuk kam më, sepse u bë gozhina aty ku kisha studion unë. Studion tek zyra gjithashtu e lash. Dhe kam punuar cepave të shtëpis, por po e shoh që e kam të nevojshme të kem një cep të dedikuar dhe të veçuar, në mënyrë domethënë që të jem aty vetëm për punën, mos kem shpërqendrime të tjera, jo televizori, jo kuzhina, jo punët, jo vajza, jo gjitha. Dhe mendoj se ky hapësira këtu domethënë është mjaftueshëm që unë mund të vë këtu dhe këtë tavolinën time të punës. Kjo pasqyra do iki, do t'i gjetë vendjet e kësaj, por do ta shikoni tek after, kështu që do kem edhe një vend ku unë të mundem të punoj me laptopin tim e qetë edhe të mos kem domethënë shpërqendrime. Gjithashtu këto kohë jam marrë edhe pak me oborin, me balkonin, me lulet. Ju e dini që ky është hobi im prej një 2-3 vitesh tashmë që të merrem me lulet, dhe sa herë që vjen pranvera bëj këto ndryshimet e këto gjëra. Këtë vit mendoj se kam qenë më mirë këtë vit. Mendoj se ja kam marrë pak dorën më mirë, por ende mendoj se kam nevojë për përmirësime në këtë fushë. Okej, ka krahasuar me vitin e kaluar, në vitin e kaluar nuk më bë asgjë. Domethënë, kryesisht unë jam marrë me lule dhe me kështu erza. Jo me perime këto gjërat. Nuk e ndjej veten gati për këtë lloj gjëje, domethënë që fatmirësisht kemi vjerrën që merret me këto, kështu që i kemi disa gjëra në serën tonë, por që nuk merrem unë me ato.
Maksimumi unë mund të merr me këto lulet e këto gjërat për zbukurim dhe erëzat e këto. Por që këtë vit më janë bërë goxha gjëra edhe jam e kënaqur, ndihem krenare për përparimin që kam bërë, por që sigurisht kam nevojë edhe për më shumë. O Sandrë. Blodhëm ca kajsi. So yummy. Ndërkohë kanë ardhur ato çunat për dollapin poshtë edhe po sistemohet. Do t'ju tregoj pas pak. Mezi po pres, kam shumë kohë që pres të dollap. Shumë kohë. Dje kam kaluar pothuajse gjithë ditën duke pastruar, duke sistemuar. Dhe ka dalë jashtëzakonisht shumë bukur. Nuk kishte pik dyshimi sa herë që punoj me Lugano Home Collection. Gjithmonë arrin ta kuptoj vizionin tim edhe normalisht cilësia është on point. Jo më kote ka zgjedhur edhe Dua Lipa për të arreduar vilën e saj te Kep Merli. Sekreti vogël ky. Por do t'ja tregoj pak më vonë, sepse kam ende disa gjëra përfundimtare për të rregulluar aty poshtë, kështu që dua të jetë perfekte para se t'ja u tregoj. Do me thënë, perfekte, afër perfektes, sepse sinqerisht po mendoj të ndryshoj edhe gjëra të tjera, por që do më duhet pak kohë. Nuk është aq kollaj të arredosh shtëpinë, sigurisht duhet bërë një buxhet edhe avash, diçka tani, diçka më vonë, plus që dua të jem edhe plotësisht e sigurt në zgjedhjet që do bëj, sepse nuk dua t'i ndryshoj më. Kam bërë shumë gabime në të kaluarën dhe kam bërë shumë ndërrime që normalisht këto rezultojnë më të kushtueshme pastaj. Kështu që këtë herë dua të jem e sigurt për gjërat në mënyrë që të mos i ndryshoj shumë. Ndërkohë jam duke bërë pak make-up, kam ndryshuar komplet rutinë make-upi, kam hequr fondatinën nga qarkullimi, nuk e përdor më fare, përdor vetëm concealer dhe ky concealeri i Diorit, Forever Skin Corrector, është fantastik, e pata bler kur isha vjet në Firenze dhe e kam përdorur thuajse çdo ditë, me thënë të drejtën. Ka një sasi shumë më të madhe se mund të ketë një concealer normal, kështu që të delës të stër del, plus që mjafton shumë pak, edhe ka një mbulim shumë të mirë, siç mund ta shikoni. Këto pikat e kuqe, pjesën poshtë syve, ta mbulon shumë mirë. Mund ta shikoni te kjo ana që bie drita, se këtej nuk bie shumë. Dhe është shumë i lehtë, nuk e duroj dot më fondatinën, nuk e duroj dot më atë, sepse çfarë do lloj fondatine të dallon që e ke vënë, plus që
të kursen edhe pak më shumë kohë. Kam pasur një përmirësim shumë të mirë të fytyrës, që pas 7 zanice tutje e kam pas në gjendjen më të mirë se që mund ta kem pasur kur. Kush është ndjekës i vjetër e mban mend që kam vuajtur goxha me aknet, kam vuajtur goxha me shenjat e akneve, ndërkohë që nëse bëjmë një krahasim e shikojmë që fytyra ime është shumë e mirë se çka qenë. Patjetër që nuk është perfekte, ende ka nevojë për trajtime, për rregullime, por mendoj se ka në gjendjen më të mirë të mundshme, por duhet kemi parasysh edhe moshën tani. Normalisht pas të 30-tave, make-upi i rënduar dhe shumë produkte nuk duken më mirë, kështu që duhet të punosh me pak produkte. Dhe kështu. Nuk besoja se do arrinte domethënë ndonjëherë ndonjë ditë që unë të mos vendosja më fondatim, por vetëm concealer. Shiko sa mirë që duk. Tani do ta vendos edhe pak në vend, se normalisht concealeri duhet fiksuar pak, po përdor këtë setting powder të Charlotte Tilbury. Nuk është e keqe, por nuk është edhe se jam shumë e kënaqur, sepse dua të mbaj shumë, domethënë dua të mbaj gjatë gjithë ditës dhe nga fundi i ditës e shoh që krijon pak krisje, kështu që po mendoj ta ndërroj dhe të marr atë të hudës. Kam edhe kështu loose powder, kam atë të Laura Mercier, kam edhe një të Givenchy, po nuk i dua loose, i dua kështu kompakt, prandaj po mendoj të marr atë të hudës, se mbase është më mirë. Kam dëgjuar review goxha të mira dhe me thënë të drejtën, prej shumë kohësh nuk blej më shumë make-upe, ose nuk blej më si në fillim, blej vetëm ato gjërat që duam, çfarë më mbaron, edhe nuk është se provoj e testoj më si më përpara. Por këtë herë kam marr disa produkte buzësh që do t'ju tregoj nëpërmjet shortsave ose në TikTok edhe në Instagram, më ndiqni atje. Përdor edhe pak bronzer. Më pëlqejnë këto që kanë pak si shkëlqim, këto bronzerat kështu. Ky është nga Givenchy, por patjetër çfarë do lloj që t'ju gjendet, është goxha i pigmentuar, kështu që duhet të kem pak kujdes, sepse fytyra siç e shikoni duket shumë flat, ka nevojë për pak dimension dhe unë zakonisht i vendos pak këtu tek balli që të krijohet ajo hija. Shumë pak këtu tek mollzat, kaq këtu. Shikoni të anën në dritë, këtu. Më thënë shumë pak. Të mos duket që kam vendosur bronzer, po të duket pak definicion. Ose mund përdorni edhe të lëngshme, po unë gjithmonë ndihem më rehat të punoj me këto pluhura, edhe pak këtë, sepse humbet. Blashi është një gjë që nuk duhet të mungoj kurrë, edhe nëse nuk bëj hapat e tjerë, blashin gjithmonë e vendos. Jam gjithmonë tek blashet roz, por tani që vjen vera, edhe ato që janë pak më në pjeshk, janë shumë të lezetshme. Jam gjendur shumë mirë me këtë formulën kështu hibride të Kylie Cosmetics, kështu që dhe këto fuçat e Selenës janë, nuk e di, janë fantastike. Kam marrë atë të fondatinës, kam marrë dhe këtë të blashit, edhe është një mrekulli. Ndërrova pozicion që ta shikoni pak më mirë lookun, meqense u bë goxha kohë që nuk ju bëj një update, edhe normalisht kam ndryshuar shumë gjëra. Për vetullat përdor thjesht një gel me pak ngjyrë, këtë nga Benefit, po e përdor prej kohësh
Dhe më pëlqen, jam gjendur mirë, jep një pamje goxha natyrale, edhe i ngjit pak këto. Besoj e dalloni diferencën. Tani mos u shqetësoni për këtë që ja bërë të shpi, sepse fshihet. Kam shumë të shirë të bëj një look të mirë filt, pra një full make-up. Besoj se do ta realizoj ndonjë nga këto ditë, po nuk e di nëse ta postoj në YouTube apo thjesht në Instagram e TikTok, dhe në YouTube ta postoj në formë shortsi, po më duket se shortsat janë goxha short në YouTube, ndërsa në Instagram dhe TikTok ke mundësi ta bësh më të gjatë. Do shoh, po mund të lini edhe ju kërkesat tuaja. Dua të bëj një look veror, me xixa, me ngjyra. Diçka që kam filluar të bëj shpesh është të përdor një laps brenda syrit nga lart këtu për ta konturuar syrin. Kam marrë këto nga Inglot, sepse pash një vajzë në TikTok që i lavdronte shumë, po sinqerisht janë skandaloz. Po hajt më me qënë se këtë kam, edhe nuk është se ishin të lirë, dhe tani kam frikë të blej ndonjë tjetër, se mos dalin sërish skandaloz. Do me thënë, ikën shumë shpejt, nëse do bësh ndonjë bisht bie, ky me demek është waterproof, a diçka super rezistent që rrin shumë, po ky është skandaloz. Po të them, më ka fëlliqur edhe në një event që kisha bërë në qik bisht, më kishte rënë komplet, ishte gjithsesi. Diçka e tillë. Pra, mund ta shikoni ndryshimin e këtij syrit këtu me këtë syrin këtu, se si ky duket më i definuar. Unë nuk pëlqej që t'i lyj syt nga brenda, sepse më duket sikur syri tim nuk i shkon, jo se nuk më pëlqen si teknik, më pëlqen kur shikoj disa vajza, po jo të gjithëve i shkon, edhe unë jam një nga ato që nuk më shkon. Tani unë do tentoj të bëj edhe një bisht me këtë. Unë ndrova pak sepse ishte shumë vap. Shiqër filloj vapa, tani erdhi vera dhe do kënaqemi, unë vdes për vapën. Për buzët përdora këtë lip balmin nga Maybelline, por që ka edhe pak ngjyrë dhe shkëlqen, t'i mban buzët shumë të buta dhe sinqerisht u surprizova, sepse nuk mendoja që Maybelline mund të bënte diçka të mirë, që të më pëlqente, por që më pëlqeu. Ky është rezultati final. Këtu është edhe këndimi i punës. Ja edhe dollapi i ri. Po mam. Ja një sekond mami. Sa ta tregoj. Po jo tregoj kështu do me thëmë. Këtu janë gjupat dhe gjaketat. Dhe kjo është pjesa e këpucëve. Mendoj se ka dalë fantastik. Lugano Home Collection ka bërë një punë të shkëlqyer si gjithmonë. Kjo është pjesa e lavanderis. Po, mam. Këtu kam vendosur. Po. A mund ta bëj pak videon, mam? Po. Këtu kam vendosur dhe pasqyrën e pamshme. Po, mami, po. Erdha, prit. Mos u vara aty. Futu brenda. Mami. Futu se erdha.
Në fakt, kjo ishte një video që duhet të ishte postuar që para 2 javësh e ca, por ndodhi protesta, kështu që më duk pak e tepër që të vazhdoja të merresha me këto punë, por doja t'ja lija vëmendjen dhe gjithë fokusin protestës, sepse është një protest e shumë pritur, është një protest shumë dinjitoze dhe e cila na ka bërë goxha krenar. Urojmë që me anë të kësaj proteste më në fund të dëgjohet zëri i qytetarëve dhe gjërat të fillojnë të shkojnë ashtu siç duhet edhe për Shqipërinë, që ç'është e vërteta është goxha mbrapa botës në shumë aspekte të mirëqenies sociale, ekonomike e të tjera, pa dashur të futem në për detaj se politika e këto gjërat nuk janë tema ime, nuk kam folur ndonjëherë për këto gjëra dhe nuk është se kam shumë dëshirë të merrem, por edhe pse kjo është një çështje tjetër, kjo është një çështje që na prek të gjithëve, sepse të gjithë në një mënyrë apo në një tjetër kemi ato pakënaqësitë tona për vendin ton që normalisht duhet t'i shprehim edhe duhet të na dëgjohen. Kështu që vendosa që rrjetet e mia sociale t'i mbaja vetëm për të përhapur sa më shumë jehonën e kësaj proteste. Gjithsesi, jemi në një pikë ku normalisht edhe jeta duhet të vazhdoj, kështu që mendoj se tani ishte një moment më i përshtatshëm për të postuar video. E di që her pas here bëj këto mungesat e mia, por shpresoj domethënë që tashmë të vazhdojmë sistematikisht. Kisha edhe disa projekte që doja t'i realizoja këtë muaj, por me sa duket më hikën. Gjithsesi, ka gjithmonë kohë për këto projekte dhe për këto gjëra. E rëndësishme në këtë moment është që neve të ndryshojmë fatin e Shqipërisë. Okej, them ta mbyll këtu videon, uroj t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju jetë dukur disi interesant dhe të keni kaluar një kohë të lezetshme me mua dhe bashkë të shihemi në videon e radhës.